Na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë. Nga frytet më të mëdha të imanit dhe nga cilësitë më të mira të besimtarit është kur ai çështjen ja beson Allahut xhalleshanhu. Mbështetet tek ai, është i bindur në premtimet e tij, i kënaqur me atë që është ndar nga risku. Kur besimtari mbështetet te Zoti i tij, duhet të jetë i bindur se ndihma, furnizimi, shpëtimi do t'i vinë që në këtë botë pa ndërprerje. Kur Ibrahim a.s. me hodhën në flakën e zjarrit, ai shpëtoi e tha: "Na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë." E Allahu xhalleshanuhu zjarrin djegës e shndroi në ftohtësi dhe e bëri shpëtim për Ibrahimin a.s. Po ashtu kur Muhamedin a.s. së bashku me shokët e ndershëm të tij e kërcënuan ushtritë e jo besimtarëve dhe çetat e udhëtarëve, ata deklaruan: "Na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë." Dhe ata pa i gjetur kur fare keqe, fituan begati e mirësi të mëdha nga Allahu dhe arritën edhe kënaqësitë e tij. Allahu është dhurues i madh. Me të vërtetë njeriu me aftësitë që posedon, sa do të dalluara të larta të jenë, nuk do të kishte mundur kurrë që të përballojë ngjarjet e jetës e t'i kalojë ato pa ndihmën e atij që e krijoi në mënyrën më të përsosur, nga se është krijesë e dobët dhe fuqia e tij është e kufizuar në çdo hapësirë vendi e kohe. Mirë po, me mbështetjen e tij tek i fuqishmi dhe besimi e bindja në Allahun xhalleshanuhu e bën atë ti të kalojë të gjitha vështirësitë me një fuqi e vrull, që sikur të ishin tubuar të gjithë njerëzit dhe xhinët, nuk do të kishin mundur t'i ofrojnë ndihmë as sa një grims në krahasim me atë të Allahut xhalleshanuhu. Ju thras juve, o ju që dëshironi ta këshilloni veten dhe t'i përforconi këmbët tuaja përballë çdo vështirësie. Mbështetuni tek i fuqishmi i pasuri, te zotëruesi i fuqisë absolute, që t'ju mbrojë dhe t'ju zgjojë nga mjerimet, t'ju nxjerr nga pikëllimet dhe vajtimet jetësore. Qëndroni me fjalën: "Na mjafton Allahu, ai është mbrojtësi më i mirë." E mos e nderoni këtë shtyllë të shpirtit tuaj, edhe nëse ju fshihet pasuria dhe ju mbështjell skamja. Le të jetë ky parim në jetë edhe kur të mbuloj borxhi e nuk ke mundësi ta kthesh atë, por edhe kur nuk kanë nga të rrjedhin të ardhurat minimale për jetesë. Thirr e deklaro: "Me mjafton Allahu, i cili është mbrojtësi më i mirë, por mjafton që Zoti të jetë udhërrëfyes, ndihmës i yti."